Në jug të Shqipërisë, përgjatë një prej relieveve më të vështira dhe panoramike të Bregdetit shqiptar, po hartohet një rrugë e re që synon të transformojë infrastrukturën e lëvizjes në rivierën shqiptare dhe të përmirësojë ndjeshëm aksesin turistik në këtë zonë. Është rruga e re Dhërmi-Sarand, e emërtuar ndryshe si rruga e Bregut, një korridor modern që do të shmang kalimin nëpër qendrat e banuara për t'i dhënë frymëmarrje një prej segmenteve më të frekuentuara dhe të mbingarkuara të turizmit shqiptar. Një rrugë që nuk ndjek detin, por e sheh nga lart, duke respektuar natyrën, duke ruajtur vijën bregdetare dhe duke ecur mes kodrave aty ku fillon qetësia dhe perspektiva. Projekti parashikon një aks krejtësisht të ri, që nis në fundin e segmentit Palas Dhërmi dhe përshkon një terren të vështirë, por me potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. Pritet që rruga të shkurtojë distancën me 20 deri në 30%, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin dhe duke reduktuar kohën e udhëtimit për turistët dhe banorët e jugut. Përmes saj, fshatrat izoluara si Nivic, Lukov apo Bunec marrin më në fund shansin për të integruar në qarkullimin turistik. Atraksione si Jal, Porto Palermo, Borsh apo plazhi i Kakomes bëhen më të aksesueshme, ndërsa presioni mbi zonat tashmë të mbipopulluara zbutet. Është investuar masivisht në zonën e Palasës, të Drimadhes, Dhërmiut, por mendoj që qendra si Qeparoja, si Borshi, si Lukova, si Kakome e dikur, sepse duke sikur është venitur pak më tepër, nuk kam këtë lloj vëmendje. Dhe shumë plazhe të tjera, të cilët janë atë zonë janë të paprekura, të pazhvilluara, ndoshta të nënzhvilluara, të nënpërdorura. Kështu që me një infrastrukturë të re moderne, të cilat ta bën të lehtë udhëtimin, besoj që këto do dilnin dritë dhe do të ishin një potencial ekonomik që mund të shfrytëzoheshin si për punësimin, si për treqjen e investimeve, por edhe për të ndihmuar zona që janë ndoshta më në brendësi të këtyre rajoneve që kanë mundësi për të zhvilluar me bujqësi apo me një tjetër lloj turizmi, siç mund të jetë turizmi malor. Fshatrat përkatëse kanë ruajtur identitetin e vet për kohë të gjatë, pavarësisht tranzicioneve të cilat kanë ndodhur të natyrave ndryshme. Janë fshatra të konsoliduar në pjesën e infrastrukturës, në tipologjinë e tyre, në traditën e tyre të gastronomisë, të mikpritjes, dhe fakti që ato janë ruajtur në krahasim me disa fshatra të tjera, do thotë që kjo përkthehet në vlerë. Dhe vlera është ajo çka kërkohet, përqafohet dhe padyshim ka prioritet në krahasim me disa vende të tjera të cilat nuk e kanë këto cilësi. Por kjo nuk është thjesht një rrugë, është një investim strategjik për turizmin, për sigurinë rrugore, për ekonominë lokale dhe për të ardhmen e jugut. E ndërtuar si rrugë ndërurbane dytësore në përputhje me standardet më të larta teknike, ky aks do të transformojë mënyrën se si përjetohet jugu nga një itinerar i ndërlikuar në një udhëtim të butë mes natyrës dhe historisë. E në këtë rast, rruga nuk do të jetë fundi i udhëtimit, por fillimi i një lidhjeje të re mes detit, malit dhe njeriut. Rruga e re Dhërmi-Sarand është projektuar për të adresuar një nga sfidat më të mëdha të rivierës shqiptare, ngarkesën e rëndë të trafikut gjatë sezonit turistik. Aktualisht, udhëtimi nga Dhërmiu drejt Sarandës kërkon kohë të gjatë edhe përfshin kalimin mes qendrave të banuara dhe nyjeve të ngushta rrugore që e bëjnë qarkullimin të ngadalt dhe të lodhshëm. Do të jetë lehtësuese dhe është një risi e re. Fakti që është risi e re do thotë që turisti apo vizitori i zonës ka përzgjedhje në rastin konkret. Nëse dëshiron të shijosh bukuritë e Bregdetit, sot duhet mesatarisht 5 deri në 6 orë për të udhëtuar nga Tirana në drejtim të Sarandës. Dhe po e lidh me Tiranën për shkak se po e lidh me portën kryesore hyrëse në Shqipëri. Kështu që nëse po flasim për infrastrukturë të re në pjesën e Bregdetit, në pjesën e rivierës shqiptare,
Mendoj që ka ardhur momenti, sidomos nëse shikojmë Shqipërinë si një lokacion perfekt për blerësit e huaj dhe për investitorët e huaj në krahasim me gjithë pjesën tjetër të rajonit. Me ndërtimin e kësaj rruge, pritet një shkurtim i ndjeshëm i kohës së udhëtimit deri në 30% më pak, çka përmirëson përvojën e turistëve, u krijon mundësi për lëvizje më të shpejtë ndërmjet destinacioneve dhe nxit turizmin eksplorues. Reduktimi i trafikut në qendrat e banuara përkthehet edhe në një përfitim për komunitetin lokal, më pak ndotje, më pak zhurmë dhe më shumë siguri. Turizmi në Rivierën Shqiptare është i përqendruar në pak pika: Dhërmi, Himar, Borsh dhe Ksamil. Ndërkohë që zona të tëra me potencial mbeten jashtë rrjedhës turistike për shkak të mungesës së aksesit rrugor. Rruga e re do të mundsojë shpërndarjen më të balancuar të fluksit turistik në të gjithë Rivierën. Fshatra pak të njohur për shumicën e vizitorëve do të përfshihen në hartën e destinacioneve. Kjo jo vetëm që ul presionin mbi zonat tashmë të mbi ngarkuara, por krijon një ekosistem më të qëndrueshëm turistik, ku përfitimet shpërndahen më gjerësisht në ekonomi lokale. Infrastruktura rrugore është një nga faktorët kryesorë që udhëheq vendimet për investim në turizëm. Me ndërtimin e kësaj rruge, pritet një rritje e interesit për zhvillim hotelerie dhe shërbimesh turistike në zonat që deri tani kanë qenë të pazhvilluara për shkak të izolimit gjeografik. Zonat me potencial si Qeparoj Sipërm, Lukova apo Nivic do të bëhen më të aksesueshme për investitorët, çka pritet të çojë në ndërtimin e strukturave të reja akomoduese, që nga hotele e bujtina deri te vila me qira dhe agroturizëm. Rrjedhimisht, pritet një zgjerim i kapacitetit pritës të Rivierës Shqiptare dhe një diferencim i ofertës turistike. Kërkojmë padyshim infrastrukturën e dedikuar për shërbimet përkatëse, por alternimi është ajo që pasuron një destinacion, e pasuron, le themi, produktin e këtij destinacioni dhe padyshim bëhet konkurrent në një moment caktuar në krahasim me destinacionet e tjera. Pak a shumë 25% e investimeve tuaja direkte në Shqipëri shkojnë për pasuritë e paluajshme. Pra shkojnë në pjesë mirë në pjesën e infrastrukturës së turizmit, në pjesën e Bregdetit. Aq më tepër dim që janë dy korridore shumë të rëndësishme. Korridori 8 që kalon nga që fillon në Bari Trieste, Shqipëri deri në Burgas të Bullgarisë, po kemi korridorin Adriatiko-Jonian. Duam apo nuk duam, Shqipëria është një nga perlat e këtij gjirdani që fillon në Trieste, Kroaci, Malizi, Shqipëri edhe Greqi. Një nga karakteristikat më pozitive të këtij projekti është shmangja e ndërhyrjes në vijën bregdetare. Në vend që të ndërtohet mbi det, rruga ngjitet në kodra, duke ruajtur integritetin e peizazhit dhe biodiversitetin e vijës bregdetare. Kjo është një qasje moderne e zhvillimit infrastrukturor, që ndjek modelet europiane të respektimit të mjedisit në zonat turistike. Planifikimet paraprake tregojnë që nuk do të jetë një rrugë në Bregdet që do të shkatërrojë Bregdetin, por do të jetë në lartësi në Kodër, që të jep mundësinë e një panorame, por që ndërthuret mirë dhe me mbrojtjen e ambientit dhe me mbrojtjen e natyrës. Kështu që do të ishte shumë mirë që sa më shpejt aktorët, banorët e zonës, investitorët që janë duke planifikuar për Bregdetin, por edhe aktorët e tjerë ekonomik dhe politik Shqipëri të përfshihen në diskutim dhe të shikojnë se ku kalon rruga dhe në momentin që kuptohet ku kalon rruga dhe çfarë vlerë i shton zonës, besoj që interesi do të jetë akoma më shumë fish dhe do të përshpejtohet si proces infrastrukturor dhe si proces e investimit. Për turistët shqiptar, rruga e re ofron më shumë fleksibilitet për udhëtime të shkurtra, udhëtime fundjavë, që nuk kërkojnë planifikim të gjatë dhe që përfitojnë nga lëvizshmëria më e madhe. Ka turistë të cilët kërkojnë infrastrukturë dhe janë të destinuar të jenë të kërkojnë, le të themi, shërbimi standard si në çdo destinacion tjetër, por ka dhe tipologji turistike, pra turistë të cilët duan të përzgjedhin natyra të ndryshme, terrene të ndryshme dhe këto alternojnë të dyja bashkë. Pra duke pasur alternim,
kemi edhe përzgjedhje në bazë të tipologjisë së turistit. Për turistët ndërkombëtar, ajo krijon një korridor logjik dhe të aksesueshëm nga veriu në jug të Rivierës, duke lidhur aeroportin e Vlorës me portin e Sarandës dhe mëtej me Greqinë. Kjo e pozicionon jugun e Shqipërisë si një destinacion më tërheqës për ata që udhëtojnë me makinë, kampera apo duan të eksplorojnë në thellësi të gjithë Bregdetin shqiptar. Turizmi në jug të Shqipërisë është i përqendruar në muajt korrik dhe gusht. Rruga e re mund të ndihmojë në zgjatjen e sezonit, duke mundësuar qarkullim të sigurt edhe në pranverë dhe vjesht, kur kushtet klimatike janë të favorshme, por infrastruktura pengon qarkullimin. Kjo krijon mundësi për promovimin e turizmit gjithvjetor. Nga udhëtime shplodhëse në pranverë, deri te ecje, guida kulturore dhe evente në muajt jashtë sezonit, turizmi bëhet më i qëndrueshëm ekonomikisht dhe më pak i varur nga fluksi intensiv i 2 muajve të verës. Zhvillimi i rrugës krijon efekte të shumëanshme në ekonominë lokale. Përtej punësimit të drejt për drejt në fazën e ndërtimit, rruga sjell akses për prodhimet bujqësore të zonës drejt tregjeve turistike. Për shembull, fruta, perime apo produkte artizanale nga fshatrat kodrinor mund të tregtohen në zonat bregdetare me fluks të lartë turistësh. Rruga e Lumit Vlorë që nxjerr në Qeparo dhe në Bosh, edhe pjesa e Njivicës e ka tashmë. Por kjo zonë, prodhimi, potenciali do duhet të lidhet patjetër me zonën e Bregdetit dhe me pjesën e Rivierës, sepse vetëm në këtë moment do të marrim më tepër vlerë dhe do të ketë një ekonomi të shfrytzuar plotësisht. Sot ti nuk e ke alternativën. Ose do ndjekësh rrugën e Bregut në Rivierë, dhe të shkosh në Sarandë për 6 orë, ose do ndjekësh pjesën tjetër, por nuk ka një kombinim të dyjave. Kombinimi të dyjave me rrugën që del nga Lumi i Vlorës në Qeparo dhe më pas me ofrime një alternative që ti qarkullosh nga Qeparoja lirshëm në drejtim të veriut, në drejtim të jugut gjatë Rivierës, do të shtonte shumë vlerë dhe do të trishte akoma më tepër turizëm. Për fatin e mirë, tipologjia e kësaj zone është një tipologji e pasur, e cila ngre shumë pesha. Agroturizmin, gastronomin, traditën, atë që ka quhet traditë e artit të kënduar, traditën e artit të kërcyrit, e shumë tradita të tjera, të cilat e pasurojnë këtë zonë. Dhe unë mendoj se pasuria më e madhe i destinacioni është produkti që ai disponon. Gjithashtu, krijohen kushte për zhvillimin e profesioneve të reja, si guida turistike, transport lokal, bujtina familjare, restorante tradicionale. Ekonomia lokale lëviz nga informaliteti drejt një modeli të integruar të zhvillimit. Perceptimi i një destinacioni turistik nuk varet vetëm nga bukuria natyrore, por edhe nga prakticiteti i qasjes. Rruga e re është një element transformues për perceptimin e Rivierës shqiptare. Nga një zonë e bukur, por e vështirë për të eksploruar, në një rrjet të lidhur mirë, të sigurt dhe të integruar me rrugët kryesore, kombëtare dhe korridoret rajonale. Kjo e ndihmon Shqipërinë të pozicionohet më denjësisht në hartën mesdhetare të destinacioneve elitare, ku infrastruktura nuk e zbeh natyrën, por e shërben atë. Rruga e re Dhërmi-Sarandë nuk është një projekt i shkëputur. Ajo vjen si vazhdim logjik i 2 ndërhyrjeve të tjera madhore që kanë transformuar qasjen ndaj Rivierës shqiptare, tunelit të Llogaras dhe ndërtimit të korridorit Adriatiko-Jonian në pjesën veriore të Bregdetit. Hapja e tunelit të Llogaras ka krijuar një aks të ri hyrës drejt Rivierës, duke reduktuar ndjeshëm kohën e udhëtimit nga Vlora drejt Dërmiut dhe duke anashkaluar segmentin e vështirë dhe të rrezikshëm të qafës së Llogaras. Ky zhvillim e ka sjellë Rivierën shqiptare shumë më pranë tregut të brendshëm turistik, por edhe atij ndërkombëtar, përmes aeroportit të Vlorës.
Një rrugë e re, ashtu si një aeroport i ri, automatikisht rritim pritshmëritë e investitorëve, rritim pritshmëritë e kudo konsumatori i cili ka mundësi të investojë, rrit interesin dhe maksimalizon vlerën e investimit të ardhshëm. Një nga komponentët kryesor të modeleve të investimit dhe të modeleve ekonomike janë pritshmëritë. Zgjuhet një kurreshtje e re për turistët për të parë dhe forma të tjera turizmi. Dhe ne për arsye se këto forma i disponojmë, i kemi trashëguar, unë mendoj se duhet ndërtuar një sindaks e bukur e asaj çka quhet se si duhet të funksionojë çdo gjë për turizmin, dhe unë mendoj se është pasuri e veçantë e cila alternohet me pasurinë e bregut detit. Ndërkohë, ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian në pjesën veriperëndimore ka përmirësuar lidhjen nga Shkodra dhe Lezhë drejt jugut, duke krijuar një arterje të qëndrueshme të komunikimit përgjatë bregdetit shqiptar. Në këtë kontekst, rruga e re Dërmi-Sarand mbyll boshllëkun kritik të infrastrukturës në jug të ekstremit, duke krijuar për herë të parë një rreth rrugor të vazhdueshëm përgjatë gjithë rivjerës, nga Vlora në Sarand, me lidhje të shpejtë, të sigurt dhe funksionale. Në çdo vend ku zhvillimi nuk ndodh në mënyrë spontane, por me planifikim, rrugët nuk ndërtohen më për të kaluar nga një pikë në tjetrën. Ato ndërtohen për të krijuar sisteme qarkullimi, rrjete të ndërvarura, që bëjnë territorin më të aksesueshëm, më fleksibël dhe më të integruar. Kjo është pikërisht ajo që po ndodh në jug të Shqipërisë. Rruga e re Dërmi-Sarand, e njohur si rruga e bregut, nuk është një zhvillim i izoluar, por një hallk brenda një strukture më të gjerë që po merr formë. Në të dy anët e saj, ajo ndërthuret me dy akse komplementar, të cilët krijojnë dy korridore paralel që bashkëpunojnë, jo konkurrencë. Në lindje të zonës turistike të Rivierës, rruga e Lumit të Vlorës ndjek një logjik krejtësisht tjetër. Ajo ndjek shtigjet historike të lëvizjes së brendshme. Lidh zonat bujqësore të Selenicës dhe pjesës verilindore të qarkut me bregdetin përmes një korridori natyror që përfundon në Borçë. Kjo rrugë është funksionale për transportin e mallrave, furnizimin bujqësor dhe për lëvizjen e brendshme të popullsisë lokale, pa përjashtuar lëvizjen për turizëm. Ajo plotson një boshllëk logjistik që rruga bregdetare nuk e mbulon dot, sepse kjo e fundit është e dizajnuar mbi kriteret e aksesit turistik. Në anën tjetër, ndërtimi i tunelit Llogaras dhe rehabilitimi i aksit Vlorë-Palas e kanë vendosur pjesën veriore të Rivierës në një varg të pandërprerë lëvizjeje, duke i dhënë portës hyrëse të jugut funksionalitet të përhershëm dhe të parashikueshëm. Ky aks bën të mundur që fluksi që vjen nga veriu dhe nga zona urbane e Vlorës të kalojë pa pengesa drejt Dërmiut dhe mëtej, të integrohet me segmentin e ri Dërmi-Sarand. Është momenti i duhur për të hedhur syt përsëri dhe për të rifokusuar për një infrastrukturë të re, të standardeve europiane, që kursen, po themi, periudhën e udhëtimit, të bën të mundur të shijosh gjithë panoramën e Rivierës shqiptare, që infrastruktura aktuale nuk ta lejon gjatë gjithë kohës, në të njëjtën kohë përmirëson në mënyrë të ndjeshme eksperiencën e udhëtarit për eksperiencën e turistit, sepse turistët e sotëm janë blerësit e nesëm. Është aksesi i cili krijon mundësi te turisti, krijon mundësi për një vendimarrje për të lëvizur dhe në zonat më malore, dhe kjo lidhet me atë çka quajmë infrastrukturë konsoliduar. Me infrastrukturën e konsoliduar, padyshim sjell lehtësime për zgjedhje dhe vendime të shpejta në lidhje me turizmin të çdo vizitori. Ky bashkim rrugor jo vetëm përmirëson lëvizshmërinë, por i jep formë një itinerari të ri turistik të zgjeruar, që fillon nga Vlora urbane, kalon nëpër panoramën e Palasës, ecën në qetësinë e kodrave mbi himar dhe zbritet sërish në brigjet e Sarandës. Ndërtimi i rrugës së bregut nuk zvendëson një tjetër aks, përkundrazi, e fuqizon të gjithë strukturën qarkulluese në territor. Rruga e bregut siguron lëvizjen panoramike dhe turistike.
Rruga e Lumit të Vlorës siguron qarkullimin ekonomik dhe rural dhe mundëson ikjen direkte në fshatrat turistik të Sarandës, pa kaluar përmes qytetit të Vlorës. Tuneli i Llogaras lidh gjithçka me qendrën urbane dhe me pjesën tjetër të vendit. Ky sistem me 3 prurje krijon elasticitet në lëvizje, ul presionin mbi çdo rrugë të vetme, shpërndan fluksin dhe minimizon varësinë nga një itinerar i vetëm, një problem që për dekada ka bllokuar zhvillimin e qëndrueshëm të jugut. Ky transformim e kthen Rivierën shqiptare nga një destinacion pikërisht i izoluara në një zonë të integruar turistike, ku çdo pjesë është e lidhur me tjetrën përmes një rrjeti rrugor të unifikuar. Kjo rrit jo vetëm vlerën turistike të secilit destinacion, por e kthen të gjithë Rivierën në një produkt turistik të strukturuar, konkurrues dhe të standardizuar. Dhe ne duhet përgatitemi për një rritje tjetër të sektorit të turizmit në Shqipëri. Pozicionimi i Shqipërisë, negociatat e përshpejtuar, procesi i përshpejtuar i negociatat për integrimin në Bashkimin Evropian, vëmendja e rritur ndaj Shqipërisë, pra duhet përgatitemi që gjithë kjo vëmendje e rritur do të sjellë më shumë turistë, do të sjellë më tepër investitor të huaj. Kështu që patjetër që është momenti për të zbutur pak më tepër presionin mbi sektorin e turizmit me një infrastrukturë e cila nuk është gati t'i përballojë. Rruga e re Dërmi-Sarandë nuk është thjesht një aks teknik që lidh 2 pika turistike. Ajo ka potencialin të bëhet një nga rrugët më panoramike dhe vizualisht mbreslënse të Bregdetit shqiptar, ndonse ndryshe nga rruga tradicionale që kalon përgjatë vijës bregdetare. E projektuar për të kaluar në terren kodrinor, mbi qendrat e banuara dhe larg vijës së detit, ajo ofron një tjetër perspektivë, pamje të gjera nga lart, ku horizonti shtrihet mbi jon, dhe peizazhi përfshin njëkohësisht detin, fshatrat, gadishujt dhe gjiret e thella. Duke shmangur ndërtimin buz plazheve dhe duke u ngritur mbi to, rruga ruan karakterin natyror të vijës bregdetare, por në të njëjtën kohë e shikon dhe shpalosat nga sipër, si një ekran i hapur natyror. Ky është një potencial unik për turizmin panoramik dhe eksplorues. Kur i referohemi turizmit të Bregdetit, ka prioritet mbushja e bregut detit, pastaj pjesa tjetër e popullsisë, kur nuk ka hapësira, duhet t'i drejtohet malit. Dhe ky është ekiparim i cili ka ekzistuar në çdo destinacion, në çdo pikë turistike të botës dhe prioriteti është ky. Por nuk mund të mohoj faktin se çdo zonë turistike e cila është në kufi me zona të tipologjisë që ne përmendëm pak më parë, nuk do të thotë se nuk mund të pasurojnë këto zona ose vjen në ndihmë bregu i detit për pjesën malore. Kemi parë që për shkak të vëmendjes të huajve, vlerësve të huaj, për shkak të rritjes eksponenciale të turizmit, çmimet në Rivierën shqiptare janë rritur. Pra janë rritur ndjeshëm dhe janë rritur shpejt. Ndërkohë që po kemi një pasuri e cila po merr vlerë, do të ndihmuar me infrastrukturë për të ruajtur dhe për ta mbajtur këtë vlerë në afatgjat. Nëse këto vlera nuk do të përputhen me infrastrukturën, atëherë mund të kthehet në bumerang. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi një degëzim të ri, ashtu siç u bë pjesë e bypassit Vlorës, që rriti shumë vlerë qytetit Vlorës, por nga ana tjetër ndihmoi turistët që të kapnin Rivierën shqiptare akoma më shpejt. Ashtu do të ndihmojmë dhe pjesën nga Dërmiu në drejtim të Sarandës, që të arrihet sa më shpejt dhe të shfrytëzohen mjaftueshëm mirë këto bukuri, por edhe t'i merret vlera e dur këtyre pasurive dhe këtyre bukurive natyrore që ne kemi. Por panorama nuk krijohet vetëm nga vendndodhja. Ajo kërkon projektim të kujdesshëm, me ndalesa të planifikuara, pika shikimi të dedikuara, hapësira të sigurisë dhe sinjalistik të qartë për të orientuar vizitorët drejt më të bukurës së peizazhit. Nëse këto element përfshihen në fazën e dizajnit dhe zbatimit, rruga nuk do të jetë thjesht kalim, por përvojë më vete. Ajo mund të rivalizojë rrugë të famshme panoramike të Mesdheut, jo në gjatësi apo trafik, por në intensitetin e pamjes dhe autenticitetin e peizazhit shqiptar. Bota po shkon drejt një turizmi
të fokusuar në tipologji të veçanta dhe jo vetëm në atë masiv. Padyshim turizmi është një fushë e pafundme dhe do doja të rikthehem sigurimit tim që tipologjia të përkrahet, të mbështetet dhe të investohet mbi atë. Ajo krijon një jetëgjatësi për destinacione turistike, një pasuri edhe për destinacione të tjera turistike të cilat ndodhen afër gjeografikisht dhe mendoj se edhe vendi jonë do të identifikohet me të gjitha këto tipologji që përkthehen në pasuri dhe pasuritë përkthehen në të ardhura dhe në jetë më të bukur. Një ekonomi e cila ka mundësi të treqi sa më shumë kapitale, është një ekonomi që në fund ditës jep mesazhin për banorët e asaj zonës që ka shpresë, që duhet të qëndrojmë në Shqipëri, që nuk ka nevojë të ikim sepse ky sektor turizmi në Shqipëri dhe ky sektor pasuri paluajshme dhe kjo Shqipëri është në rrugën për të qenë ngjashme me Kroacinë, është në rrugën për të qenë ngjashme me Greqinë. Dy vendet e Bashkimit Evropian që janë mbështetur mbi sektorin e turizmit dhe i kanë marrë të gjitha përfitimet. E shikoj pa pik problemi që të kemi të njëjtën vlerë që ka turizmi në Malinezi dhe të njëjtën vlerë që ka turizmi monetar në Kroaci. Pse mos ta kemi këtë gjë? Me një infrastrukturë të mirë, ne mund të thithim, ne mund të marrim vlerën maksimale kësaj pasurie që Zoti ka bekuar Shqipërinë. E nëse ndërtohet me këtë vizion, ajo do të jetë më shumë se një rrugë, do të jetë galeria e hapur e Rivierës shqiptare.